unë e kam derën hapur. Je shumë i lidhur me nënën në Ferdinand. Kjo e priti se tha një ditë pa ky do vi shpi. Edhe më të vërtet erdhi mbas 10-15 vjetësh. Ja nuset si gruaja jote? Jo, gruaja ime është më e mirë nga nuset. Sa? Është nusja ime, më. Se ti prandaj spila që ky ka rënë mirë. Drek bëni vetëm në një shtëpi. Buk hat bashkë akoma, të tërë janë ndarë për shtëpitë e tyre. Gëzuar. Gëzuar. Shëndet. Po na argjon as i lek dhe dhe. Nuk ka as diabet, as tension, as i gjë. Ona në të paqafati. Shiko, kam ardhur në një vend shumë interesant për të takuar një person shumë të veçantë. Cili është sekreti që të jetosh 105 vite në supe? Dhe unë kam ardhur ta pyes ta zbuloj se s'kam për të vdek, le çfarë thoni? Si je? Si je? Si je? Je mirë? Ha? Si e ke emrin? Nuk më dëgjon, a? E ka emrin hajde djali. Hajde Ferdinand, hajde fol ti në vend të nënës. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta një herë. Nuk kam ardhur për ty, kam ardhur për nënën. Faleminderit. Ferdinandi nuk është kaq i urtë sa duket para kamerës, se vitën parë ka bërë të njëjtin profesion si unë. Është nëna. Po. Edhe më tha Ledion ta duaj një video për nënën, thash ta kem dhe kujtim, është 105. Po. Kujdesesh ti. Nuk më dëgjon dhe kam të pamundur që të bëj një bisedë. Ka vite që edhe dëgjimin i ka humbur. Për këtë kemi vështirësi, po e kalojmë ne. Si kuptojni? Me shenja. Me shenja. Ja kemi marrë dorën njëri tjetrit edhe. Vuaja është e bukur. Nuk e di thot. Thuaje po, Dëgjoj, ju jetoni këtu, prit. The që kujdesesh ti, ki e djali, a? Po, unë jam vllai vetëm. Baba im ka lënë para 25 vitesh. Mamaja, shqyr zotit, gëzon shëndet shumë të mirë deri tani. Kur i ka mbushur 105? Po, para në prill, më duket me 24 prill e diçka. Në 24 prill. Çfarë pune ka bërë para? Kjo ka qenë shtëpiake më shumë. Merë në mend, kjo ka ardhur lindur nga Kosova këtu. Ka punuar punë të shtëpisë, çka ka pas bërë këti, bujqësinë. Këtë punë ka bërë, s'ka bërë punë. Si kanë bërë të gjithë? Si të gjithë. Po me ushimin është në rregull. Me ushimin deri sot është shumë mirë. A pik, hapi, do të thënë ilaçe për ndonjë gjë? Jo, vetëm ilaçe s'po na argjon as i lek dhe. Nuk ka as diabet, as tension, as i gjë. Absolutisht. Uaj! Absolutisht. Po ti po i ngjaj pak. s'ke as ti, a? Ore, çfarë ka ngrënë jetën? Jo, deri tani ajo absolutisht një pak aspirina do një muaj. Kaq është konsumi i saj dhe ushqimi ditor që bën, ha 2 herë, 3 herë, si ta ketë qefin ajo. Me sa mban mend ti ka qenë rregullt në ushqim, kështu se ka pasur dhe raste që ka qenë shumë strikt me Pas ushqimin. ma merr mendje që kjo të ketë ruajtur në recetë veçantë, po është edhe më duket edhe pak si Me fat, me fat, i ka qellur bingo. Ona në të paqafati. Ti jetoj dhe unë. Si më shikon me inat, më shikon, e? Si të visita. Mendon diçka, ajo? Mendon diçka, por jam e mirë. Po flas shumë mirë për ty. Po flas shumë mirë për ty. Je shumë e mirë. Cili është sekreti i gjatësisë të ti? Nuk ka arritur ta zbulosh, a? Është shumë më shërë, po nuk tregon. Është shumë më shërë që nuk i bjem dot. Shiko, e pak s'ka më gjatë, sepse nëna dhe babai për ne duan që të jetojnë sa më shumë.
Kështu që për zotin je me fat. Thonë që çfarë do lloj moshe të ketë, sikur në kravat tjetë, minutat e fundit është dera hapur. Po, është dera. Është Nëse dera nuk hapur. janë ata, mbyllet Pastaj dera. ndryshon klima për një familje. Kur s'ka Ndryshon babane, çdo gjë si ka mundësi. ndryshon, janë të transmetueshme këto, në tërë brezat. Kështu mendoj unë. Kështu mendoj unë. Po unë e kam derën hapur. Për zotin është e vërtet. E kam derën hapur. E kam derën hapur. Ti derën e ke hapur, po e ke dhe plot, se shikoj. Po ajo Ka nuset pas Ka kamërës, nipra, mbesa, ka familjen këta të shumë vegjël mirë. tu, këta e kanë stërgjyshe. Po, stërgjyshe. Po. Kjo është me A shumë. kujdese? Shumë. Mhm. E çuditshme shumë. Nuk mërziten stërnipat edhe stërmbesat e saj nuk mërziten me këtë. Vetëm i rinë afër, shërbej, edhe pse janë mosha të vogla, 7-8 Ju çoj vjeç. një gotuj, ushqimi. Nuk lënë gjë pa bërë. Ashtu, Shqyqyr a? Zotit, shqyqyr Zotit. Po nëse ja tande ta pyesja njëru mos më shmërzitur. Është shqyqyr Zotit. Mos më bëj më shuti, folti se ati e pas kamës e falenderoj, shuti. jo, është edhe fat për mua. Për zotin po. Është edhe fat për mua, Se se është me kujdesur. pleqerin është kujdesur shumë. Se thonë kështu që pleqëria është fikse fëmijës. Morë fëmijës mund t'i bërtasë, po pleqerisë është pak vështirë, se merr inatë. Merin e ngel hapli. Nuk guxon t'i bërtasës. Është status i veçantë, Pa, është një nen pa. që s'ke pse e vërtet. S'ke fëmijës, Je shumë i lidhur me nënën në Ferdinand. Nuk hap se të qarë sepse e ke. Po qanë për ty, ka rritur me shumë. mundime. Unë jam motër e vëlla, motrën e kam 5 vjeç më të madhe. Sa e mirë është, e shikon dhe i driret buza ku e shikon djalin duke qarë. Aha, sa fëmijë jeni? 2. Motra më e madhe, 7 vjetë, unë 65. Mirë. Edhe motra. Motra pëllesh me shumë medikamente. Po, se nana. Jo, shumë. 75 është vajza. 70. 70. Kjo ka pasur një fatkeqësi, pa? Dere ka lindur pas se babai mua kanë futur 25 burg për politikë. Pa ditur ai ç'është politika. Ashtu ka qenë regjimi atëherë, ata e dinë më mirë ç'është kurdisën. Asaj kohë edhe nana më ndai në shtëpi. Babai u dënua me burgim të përjetshëm. Kjo e priti se tha një ditë pa ky do vi në shtëpi. Edhe më të vërtet erdhi mbas 10-15 vjetësh, edhe ne kemi lindur motrën 55-ën, unë 60-ën. Edhe me pastaj mamaja me këta, me mua dhe me motrën deri Çfarë sa. thoshte? Çfarë tregonte? I mbeti me rank ajo pjesa e bashkëshortit? Shumë sa babai edhe xhaxhallarët e saj biseduan që ai është dënuar për jetë tani, kjo ishte një vit martesë. Shikoj jetën? Duhet shikoj jetën e kësaj. Xhaxhallarët e mi, gjyshi im, Po. thirrën gjyshin baban e mamas. Duhet bëjmë një zgjidhje ne. Zgjidhja vetëm kjo tha duhet vinë derën tuaj. Kur e pyetën maman, kjo është fikse fare, kur e ka pyetur maman ka thënë nuk bën vakit. Ai do vi një ditë. Edhe jo them me ndërgjegjen më maksimale. Me që kam djuar dhe nga mamaja, edhe nga babai, edhe nga të tjerë. Po. Me të vërtet, shumë mirë njohës disa njerëzve, kanë shkuar, kanë deklaruar që ky person është i gabuar që është dënuar. Okej. Mbas 10 vjetësh pasaj e liruan. E liruan. Sa qëndroi, sa jetoi pas i doli nga rruga? Babai mua më ka lënë 1 maj të 99-ës. Do të thënë ka. Jo, shumë.
Shumë, mua më ka lënë babai 40 vjeç, 39 vjeç, motrën e ka lënë 45, sa i takon shumë. Jo, ka jetuar dhe gjatë vjetë. Ka jetuar, edhe ai 92 vjeç. 92 vjeç. Ai 92 vjeç vjeç. Dgjoj, sa kohë ka që nëna edhe nuk dëgjon mirë dhe nuk flet? Pak vite ka, mund të ketë 4-5 vjet, më duket shumë, 4-5 vjet mund të ketë që nuk dëgjon. Nuk dëgjon. Okej. Ka më shumë. Si më shikon. Sa e mirë je. Je shumë e mirë. Doa shumë të flas me ty, por nuk flas. Edhe njëherë shumë faleminderit nana Më ju. trego pak. Në mëngjes zgjohet në çfarë ore? Se ka fikse. Okej. Jo, shumë Po herë bile. kafen e ti? Kafen është e paparën kafe, i do 3, 4, 5 kafe në ditë. Vetëm ne ja bëjmë me hile, Sa? ja bëjmë shumë të hollë, që mos ta Që mos dëmtoj. të dëmtoj. Me qumë është E edhe. kupton po gjë? Jo, asgjë, vetëm pi. Shkojnë 2 orë, dua edhe i tjetër, thotë. Si e thot? Kafe, thotë. E thot? Jo, ajo vetë flet çka kërkon. Po neve s'na dëgjon. Nuk e Nuk na dëgjon. dëgjon neve. Po, e kuptoj. Nuk na dëgjon neve. Kafen kush e bën ti apo nëse? Kush të qelloj? Gruaja më shumë, se ajo është kontakt me të, se unë punoj te lokali, nuset e çunove të dyja. Kush është? A më janë afër? nuset si gruaja jote? Jo, s'kan shanse. Qa thua? E pra janë të mirë ata? Jo, gruaja ime është më e mirë nga nuset me. Sa? Jo, është nusja ime, jam. Wow! Pyet burrat e- Shimo, do të pyesjem tu. Jam shumë i kënaqur, Shumë të mira ato birra. jam shumë i kënaqur, jam shumë më respektoj, më Nga e ti në origjinë nusa? E di vetë, jo. Nusën e djalit apo nusën e O nuse gruan? këngën o Po nusja ime nuk është mëse, është 60 vjeçe. Unë shme nusën Si e... është ajo si kukull është për zotin. A kjo është nga Elbasani, Aha. Me dashuri e të marrë? pak ashtu, pak ashtu. Pak shumë. Po. Dija, qa fati keni ju, se po të ra fati mirë, njeriu i jetës, ai është njeriu më me pat në Të thashë më pak më para. Është bingo, Për është zotin, bingo, është është shumë është fat. Jeta është fat, se në jetën duhet ta jetosh mirë. Ti je pa komplekse. Pa, Nëse ka- ti do kesh komplekse, pastaj Dija. detyrimisht do të shpifën dhimbje koke, se do zit. Prandaj e ka ilaçe ti, prandaj s'pi ilaçe ky se ka rënë mirë. A ka më respekt siç ka qenë më përpara? Për shembull zonja juaj e respekton, i shërben nënës sënde. Po tani, Shiko, unë nuk mund të them tash. nuk po marrim shembull vetëm nusat e tua, po unë flasim nuk duhet ta përgjithësisht. barazoj, këtë nuk do të barazoj Jo, tash. po flasim Marr përgjithësisht. mesataren e të njerëzve, qysh është në këtë 10 vjeçare, qysh ka qenë 10 vjeçare Pa. kaluar, ose para 30-40 vjetësh. Shiko, ai që e kanë gjak, e kanë gen, nga trotullohet prap shkonte. Të origjina. Shkonte Varet origjina, si e respekti. rritur, si Po se bën. varet edhe qysh e ke ambientin familjar, qysh e ke sajuar, qysh e ke rregulluar. Pa. Nëse ti do ta respektosh Por, baban, nënën, dija, gruan, gjithë- fëmijët, edhe ata s'kan ku shkojnë. Detyrimisht ata do ta kthejnë po atë moment. Gjithsesi duhet ta pranojmë që tani janë ftohur pak njerëzit. Nuk është më i respekti si përpara. Ne s'duhet ta fshijmë këtë. Unë Ne them nuk nuk ju kam që sheh, ta po ne ushqej. dhe flasim Më thënë realitetin. çik po përpara se ose kishte ndërmend thonë që kam punuar çik te gazeteria edhe vetë ju gazeteria të bën çik llafallok. Pa. Po unë them te që gazeteria edhe tëra mediat nuk duhet ta përmendin shumë, ta godasin këtë fenomen. Jo më përpara jo tani. Jo absolutisht. Ka respekt. Kush do të ushqej respekt, e merr atë respekt. Kush nuk do të ushqej respekt, atë janë njerëz të veçantë, janë fenomene të veçanta. Po. Nuk duhet përgjithsojmë tash gjithësinë me mua dhe me ty ose me familjen time. A, mirë është këtë gjë, pse... Kjo është shumë e bukur, edhe jo, është shumë e bukur ajo që po thotë se kemi një familje madhe. E perifrazoj këtë, që një familje madhe që ishte im atë me tim ashtu më rriti edhe mua me ndjeja respektin, më ka rritur edhe mua dhe motrën, edhe ne e kemi transmetuar të 2 djemtë dhe vajza që kam unë. Mi ta bëj një pyetje, me kë jeton? Unë jetoj me të tërë. Prandaj e bëra këtë pyetje. Sot e ndaj thash që
Ke 2 djem. I kam 2 djemë dhe vajzë, të 3 të martuar. Okej, po me djem je në shtëpi. Me djemt i kam në shtëpi të tyre. Okej. Janë të ndarë, të tërë, po hanë bashkë tërë, nuk e di. Ashtu, a? Ekonomia në dalë ka mirë fare. Pra, drejt bëni vetëm në një shtëpi. Buk hahet bashkë akoma, të tërë janë ndarë për shtëpi të tyre. Gjithë se kush e ka portofolin e tij në shtëpi. Unë me maman edhe me gruan jam të shtëpi ime, ata kanë shtëpi të tyre, të 2 çunat. Çupa nuk diskutohet që është e burri, po jem ham bashkë, nuk ham dot veç. Nuk pjesio. Pa, këta të me ndërgjegjen, më Po unë të të besoj për Zotin. Nëse nuk është njeri, nuk po... Jo, s'ka to e se njerëzit janë shpërndarë për punë. Po. Jo, rëndësia që ne rrotullohemi mbas asaj sofrës akoma. Kjo është... Ne Po rrotullohemi... knaqa që të gjejtë. Ne... Sa e mirë! Nisë gjeta, je shumë e bukur. Meli. Nuk ashtu dot. Janë këtu me kamera më rafika për s'ka që sot ta ndaj unë me ju. Gëzuar! Gëzuar! Shëndet! E gëzuar! Janë ta krem që ta gëzuar. Ferdinand, e pa që të familje të bukur e të madhe, plot me shëndet, edhe vetëm të mira. Faleminderit. Edhe nëna të roj sa me gjatë, se ditët e saj ka, se cili ka të riskun e vetë në jetë. Shumë faleminderit. Edhe nuk e që në bukur i kemi prindit sa me gjatë. Kjo është më rëndësishme, shëndeti dhe familja, si që tjetë. Të rojë dhe ty është shëndet, jetë gjatë, edhe profesioni jotë, vetëm qartë dhe Sa më lartë. sa më lartë. Bravo të qoftë për emisionet që bëm, sa bukur i ka, edhe sa popullore jetë me njerëzit. Ta thënë në ndërgjegjen të, Ma bëj qepi nga një. Ti harroj sa thoshëm. Nga më gjoka, do t'jap, ti taraki do pishta, nga një got rakit, duke qënë se ne nga skrapari e kemi atë raki 22 grade lartë, ti do qa ke këtë rakit ka ishte putë buta, nga je këte e leta për ndaj ke të drejtë. U kneqa shumë për zotin që bëra një biznes që bukur në familjen të ndë ka ishte mirë, edhe të tashë të ke gjithë të mirat. Shumë faleminderit. E hangre, bravo! Faleminderit. Ta ha dhe unë, është e mirë? Mos e më Si e ka këshollë, më? Për qa fat? Për qa fat? Për qa fat? Në të shikon. Një nga patëm. Janë shumë të lezeshëm edhe të veçantë, ka kenë edhe familja kujtim, me nënën e cila i ka 105 vite në supet e veta. Rrofshët e ju sa më gjatë, po u shehun i mirë, mos e vrisin mendjen edhe gjithmonë t'jeni me familjen edhe jetoni gjatë. Po ta keni smirën brenda, sa më parë, edhe thonë që Zotit të gjithi merë. Mika.